Faleminderit zoti Peleshi, dashur bashkëqytetar, siç e dëgjuat edhe kryetarin e Kuvendit, Edi Rama sot ka vendosur përsëri t'i fshihet Kuvendit Shqipërisë. Zoti kryetar ka një keqkuptim të madh në përgjigjen që ju i keni kthyer grupit parlamentar të Partisë Demokratike mbi këtë interpelancë. Në asnjë rast dhe për asnjë rrethan nuk është detyra jonë dhe s'kemi kërkuar që ne të shqyrtojmë kërkesën që kryeministri ka dërguar në gjykatën kushtetuese. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është eksaktësisht ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik dhe ndërkohë nën hetim për disa tendera tjerë, si dhe ngritja e pretendimeve në kërkesën që ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar Kuvendin e Shqipërisë. Ju folët që duhet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, por çdo shqiptar e ka parë që Edi Rama del dhe flet me vete të paktën 3 herë në ditë për këtë çështje. Del dhe mbron të pandehurën ministre të paktën 3 herë në ditë me video selfie apo postime në Twitter si një mjet presioni ndaj gjykatës kushtetuese. Pra një njeri që flet nga mëngjesi deri në darkë vetëm për këtë çështje, ka vetëm këtë shqetësim, i fshihet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. I fshihet llogaridhënies në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe në këtë rast fshihet pas një shkresë tuaja që thoni ne nuk mund të shqyrtojmë kërkesën e gjykatës kushtetuese. S'kemi kërkuar këtë. Kemi kërkuar që kryeministri vijë dhe t'japi llogari këtu se cili është motivi që sot që ne flasim ka në kabinetin qeveritar numrin 2 të pandehur nga Spaku për abuzime me tendera. Dvi këtu dhe të flasi pse është bërë kryeministri i parë në historinë e botës që ndërhyj në një çështje konkrete në hetim duke kërkuar, zoti kryetar, se s'ka kërkuar vetëm interpretim, ka kërkuar në emër të Këshillit Ministrave shfuqëzimin e vendimit numër 118 datë 19/11/2025 të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese ndaj pandehurës Belinda Balluku. Ç'punë ka kryeministri që shndërron institucionin në zyrë avokatie ndaj një të pandehure? Pse do duhet kryeministri të bëhet palë në një çështje ku nuk është palë? Por shqiptarët e dinë përgjigjen, ai duhet ishte këtu për të dhënë të pavërtetat e tij, por shqiptarët e dinë përgjigjen. Ai vetë pranon përmes kërkesës që ka çuar në gjykatën kushtetuese që është bashkëfajtor me Belinda Ballukun, që do duhet ishte marrë në fakt bashkë i pandehur me Belinda Ballukun në këtë çështje. Dhe kërkesën nuk e ka bërë për llogarit Belinda Ballukut, e ka bërë për llogari të vetes vetë, sepse urdhëruesi i aferës së tenderit llogaras është Edi Rama. Lidhjen me kompaninë turke mes ministres Belinda Balluku dhe zyrtarëve apo CEO-s kompanisë që ishte paracaktuar për të vjedhur 50 milionë euro të qytetarëve shqiptar e ka bërë Edi Rama dhe pranon vetë me kërkesën që ka bërë në gjykatën kushtetuese. Do duhet vi këtu dhe të sqaroj shqiptarët sepse gënjeu publikisht për llogarit Belinda Ballukut, ku na citonte vendime që nuk ekzistojnë të Komisionit Venecias. Shqiptarët e mbajnë mend, doli dhe mbajti gjysmëore fjalim dhe na sqaroi një opinion që nuk ekziston të Komisionit Venecias. E kishte sajuar. Thoshte Komisioni Venecias ka thënë 2 pika dhe fliste gjëra që nuk ekzistojnë në asnjë opinion të Komisionit të Venecias. Përkundrazi,
Komisioni Venecias ka thënë krejt të kundërtën e asaj që pretendon me gënjeshtër kryeministri i vendit për të mashtruar qytetarët, për të manipuluar opinionin publik, ndërkohë që i bën presion gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim kundër drejtësisë. Në fakt, Komisioni i Venecias në dy opinione, të vitit 2013 dhe të vitit 2020, ky i fundit për kodin e procedurës penale të Kosovës, ka thënë eksaktësisht që masa e pezullimit për të ushtruar një funksion publik është legjitime për të mbrojtur hetimet. Sugjeron në rastin e Kosovës që të shtrihet masa e pezullimit jo vetëm te ministrat apo qeveria, por edhe te të zgjedhurit. I thot Komisioni i Venecias Republikës Kosovës, jo më larg se viti 2020. Shtriheni pezullimin ndaj çdo zyrtari, sepse mbrojtja e hetimeve ka shumë herë më shumë vlerë se sa çdo rregull tjetër. Ndërkohë që në vitin 2013 ka thënë eksaktësisht se vini këtu dhe gënjeni. Thoni ministri ka imunitetin e deputetit. Po e ka imunitetin e deputetit për aq sa parashikon si garanci të këtij imuniteti Kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Dhe 3 janë garancitë që Kushtetuta i ka njohur deputetit e përrjelloi ja një antarit Këshillit Ministrave. Deputeti dhe antari i Këshillit Ministrave nuk mund të arrestohet. Prandaj ti nuk mund të merret masa e arrestit me burg pa autorizim të kuvendit. Nuk mund të merret masa e arrestit shtëpiak pa autorizim të kuvendit dhe nuk mund të ushtrohet kontroll personal apo i banesës pa autorizim të kuvendit. Sikurse për fjalën e shprehur dhe për votën e dhënë në Kuvendin e Shqipërisë, as ministri, as deputeti nuk mbajnë përgjegjësi. Kaq është imuniteti i deputetit sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Kaq garanci ka edhe e pandehura Belinda Balluku dhe asnjë vendim gjyqësor apo i prokurisë posaçme nuk ja ka cënuar këto garanci që ja njeh imuniteti sipas Kushtetutës. Asnjë garanci tjetër që deputeti i ka në ligjet posaçme nuk janë pjesë e imunitetit e përpasoj ministri nuk përfiton prej tyre. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, se dalin këtu dhe janë bërë lloj-lloj kush nuk flet, është miratuar në vitin 1998. Aty është lënë garancia e imunitetit ministrit e përrjelloi, deputetit dhe përrjelloi ministrit. Dispozita e kodit penal që ndalon pezullimin e deputetit është e vitit 1995, 3 vjet përpara se të miratohet neni 103 i Kushtetutës. Dhe i referohet vetëm deputetit, sepse nuk ka lidhje me imunitetin, ka lidhje me garantimin e drejtës për të zgjedhur të deputetit, që ka qenë garanci për deputetin edhe në dispozitat kryesore kushtetuese. Tani ky merr këtë dhe bëhet bashkë i pandehur, pa e marrë askush deri më tani, dhe ku them deri më tani e kuptoni që do i vi ralla shumë shpejt, bëhet bashkë i pandehur dhe pa ditë në gjykatë kushtetuese, si rasti i parë në historinë botërore, një vendim individual për të zbërë një masë individuale sigurimi. Dhe për këtë do duhet vi të jap llogari në kuvend. Pse ka ndërhyrë në këtë çështje të drejtësisë, pse ka shpallur veten bashkë pandehur me Belinda Ballukun, pse nuk e shkarkon Belinda Ballukun, sepse kuvendi mund të ketë vullnet për ta shkarkuar ministren. Por kërkohet propozimi i kryeministit dhe procedura për